Përshëndetje, miq të dashur të televizionit Alsat dhe të emisionit Pasqyra e Shëndetit. Ja kemi sërish së bashku dhe këtë të diel. Dhe do flasim si nëntor që jemi, padyshim që nuk mund ta neglizhonim edhe një temë e cila lidhet pikërisht me muajin nëntor, bëhet fjalë për Movember. Movember në fakt është një fushat që zhvillohet pikërisht gjatë muajit nëntor, me qëllim për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të realizuar dhe aktivitete të ndryshme për të mbledhur fonde sa i përket shëndetit të meshkujve. Kryesisht ka në fokus shëndetin mendor të meshkujve, për të cilin nuk flitet shumë, madje mund të themi se fatkeqësisht flitet pak, sidomos në shoqërinë tonë, dhe sëmundje të ndryshme të cilat lidhen me sistemin urologjik dhe reproduktiv të meshkujve, siç është kanceri i prostatës apo i testikujve. Pikërisht për të folur për Movember, për këtë lëvizje dhe për këto sëmundje dhe jo vetëm, ne do të kemi pas pak në studio urologun, ose më saktë specialisti i kirurgjisë urologjike, doktor Florin Dearin, nga Spitali Klinik i Tetovës, me të cilin do flasim për të gjitha këto sëmundje, këto gjendje patologjike dhe më tepër. Kështu që na ndiqni më një herë pas pak. Ja të kemi sërish së bashku dhe siç ju thash, do flasim sot për Movember dhe për shëndetin e meshkujve në përgjithësi. Do flasim për aspekte të ndryshme, sa i përket kancerit të prostatës dhe të testikujve në fokus të veçantë, për shëndetin mendor të burrave dhe jo më kot i kemi zgjedhur pikërisht këto aspekte sepse dhe Movember pikërisht ka për qëllim ndërgjegjësimin ndaj këtyre gjendjeve dhe do flasim së bashku me specialistin e kirurgjisë urologjike, doktor Florin Dearin, të cilin e kemi këtu në studio. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot dhe për të folur për këtë gjendje për të cilat i kemi të dëgjuara, por ndoshta nuk kemi shumë informacion për t'i ditur, për t'i informuar të gjitha ata të cilët janë duke na ndjekur në këtë moment. Ishte kënaqësi për ne. Më thoni pak, çfarë përfaqëson Movember? November në anglisht është nëntor, por Movember është një shprehim më specifike dhe është në fakt edhe e titulluar kështu si lëvizje, si fushat, tashmë disa vite. Movember është fushat e cila ka linjtë nga disa të rinj, fillimisht në Australi, pastaj në SBA dhe në të gjithë botën. Piknisin e ka pikërisht për ndërgjegjësimin e meshkujve për sëmundjet mashkullore, sidomos për sëmundjet e kancerit të prostatës, hiperplazisë së prostatës, kancerit të testikujve dhe normal dhe shëndetit mendor. Në këtë muaj ne e dim se janë karakteristika mustaqet. Ju vetë a lini mustaqe? Unë mustaqet i mbaj edhe gjatë muajve tjerë, normal pak shaka, edhe po, është vetë si simbol i kësaj fushate, do me thënë lëshimi mustaqeve dhe mjekrës, simbolizon ndërgjegjësimin e meshkujve për sëmundjet mashkullore. Tani, doktor, ne sapo kemi kaluar muajin tetorin roz, ku ka dhe mjaft fushata, mjaft seminare, mjaft njerëz të cilët shpërndajnë fletushka duke informuar gratë dhe vajzat dhe jo vetëm rreth sëmundjeve të cilat lidhen pikërisht siç është kanceri i xhirit apo kanceri i qafës së mitrës, e njëjta gjë ndodhe në nëntor për shëndetin e burrave. Te gratë, siç kemi biseduar dhe me mysafirët që i kemi pasur në studio pikërisht për tetorin roz, kanë thënë se kjo fushat ka pasur rezultatet e veta. Pra, gratë, vajzat janë ndërgjegjësuar rreth shëndetit të tyre, sidomos në aspektin reproduktiv. Po tek meshkujt, sa ka ndikuar kjo fushat, sa ka ndikuar Movember që ata të ndërgjegjësohen dhe të kenë më tepër informacione për shëndetin e tyre dhe të jenë më të vetëdijsuar sa i përket të gjitha rreziqeve që mund t'ju kanosen dhe që të bëjnë kontrolla të cilat mund edhe që të parandalojnë ndonjë sëmundje të mëdotjeshme? Për fat të keq, këto fushata janë më pasive në vendin tonë, por normal në botë kanë një efikasitet më të lartë. Pak a shumë është rritur ndërgjegjësimi i meshkujve për ngritjen e vetdijes për sëmundje të mashkullore dhe hasim shumë të rinj që vinë për kontrolla urologjike me apo pa nevojë. Do me thënë, tregon se ka një ngritje të vetdijes për sëmundjet mashkullore. Normal edhe rrjetet sociale, edhe seminaret, kongreset e kanë bërë efektin e vetë për ngritjen e vetdijes për këta sëmundje mashkullore. Dhe interesimi është pak a shumë i mjaftueshëm, sidomos të retë. Moshat e treta e kanë pak më vështirë për ta kuptuar, po ka interesim, do me thënë, për shëndetin mashkullor. Po internetja e ka bërë atë të vetën? Doktor ChatGPT-ja, që gjithmonë është aty për ato shqetësimet e para? Në has qik probleme, do me thënë se mendojnë se medicina është interneti, por për
fatkeq, do me thënë, ndryshon shumë me realitetin, po sidomos një informacion të mirë mendoj se e marrin edhe nga interneti. Kështu që jemi okay, kur e përdorim për mirë. Patjetër. Më thoni pak, pse meshkujt përliren që të mos kontrollohen shumë sa i përket shëndetit të tyre të përgjithshëm dhe të mos flasin shumë për shëndetin e tyre, qoftë fizik, qoftë mendor, dhe sidomos kur vjen puna krahasuar me gratë. Jo më kote përmendat e tetorin ros që sapo kemi lënë pas. Dhe tani që jemi në nëntor, e tham se pikërisht ky është dhe qëllimi. Si mendoni ju? Mendoj, jo se nuk kontrollohen meshkujt, po kanë çik ngecje, sikur mendojnë se do humbe ajo burrëria nëse bën një kontroll tek urologu, po ka mjaft të rinj që bëjnë kontrolle nëse normal hasin ndonjë shqetësim ose simptom urologjik. Ka, po prap e kanë femrat për shkak të kontrolleve ginekologjike, do me thënë ciklit menstruale dhe shtatzaneje më të hershme, sikur janë mësuar me kontrolle më të shpeshta dhe atë tabun për kontrolle ginekologjike e largojnë më herët krahasim me meshkujt, të cilët vijnë tek urologu vetëm nëse kanë ndonjë shqetësim. Për kontrolle normale, jo. Nuk ndodh që të vi dikush dhe të thotë doktor, thjesht dua të bëj një kontroll. Vetëm nëse ka ndonjë shqetësim ose ndonjë simptom. Besoj se kjo nuk është një gjë për të luftuar. Duhet punuar edhe më shumë për ngritjen e vetdijes mashkullore për sëmundjet urologjike. Prandaj është dhe Movember dhe si qëllimi i Movember duhet që të jetë i gjithë viti. Më thoni pak, cilat janë problemet më të zakonshme të cilat hasen tek burrat sidomos nga mosha 40 vjeçare dhe më tepër? Problemet më të zakonshme të burrat të 40 vjeçar janë minimale, do me thënë fillon pas moshës 45-50, nëse flasim për hiperplazinë e prostatës, do me thënë rritjen e vëllimit të prostatës, ose kancerit të prostatës, ose kancerit të testikujve. Shenjat më të zakonshme janë vështirësimi në urinim, urinim i zgjatur, edhe pse hasë 10 deri 15% tek mosha më e re, do me thënë 40-50 vjeç, zakonisht meshkujt mbi 70 vjeç kanë afër 80% simptoma urologjike, siç është vështirësimi në urinim, urinimi të zgjatur, mosbrazje e plotë e urinës, djegje gjatë urinimit, urinim natën, zakonisht këto janë simptomat, edhe pse ka simptoma tjera, po lidhen me sëmundje tjera, do me thënë gjakosje gjatë urinimit, hemospermi, të tilla. Ne gjithsesi për secilën gjendje do flasim veç e veç, por meqense përmendet këtë punën e moshës, a dallojnë simptomat apo shqetësimet nga mosha 40-50 në atë mbi 70? Dallimet janë të dukshme. Moshat e reja kanë simptomatologji më të pakët, mund të kenë zakonisht moshat e reja mund të kenë simptomatologji infektive, do me thonë mund kenë djegje të urinimit, mund kenë edhe vështirësime të leta, ndërsa moshat të më të vjetra kanë vështirësi gjatë urinimit, sidomos natën, zgjohen disa herë, edhe kjo varësisht prej rritjes ose zmadhimit të prostatës, është e ndryshme në personat ndryshëm, nuk ka të bëj shumë me moshën. Është individuale, do me thonë. Është individuale, deri te mos pamundësia për të urinuar. A mund të jetë kjo ndoshta simptoma më e rëndë? Simptoma kulminante, do me thonë, është kur flasëm për hiperplazit prostatës, ndërsa karsinomi prostatës ka ca simptoma tjera. Për cilat do flasim pak më vonë. Do doja që të ndalesha pak edhe tek stili i jetesës. Doktor, ne e dim se jetojmë në një jetë dinamike, çdo kush është i zënë gjatë gjithë kohës, por si ndikon puna, stresi, kjo mënyra e jetesës të cilën e kemi ne sot dhe ndoshta dhe koha e të zgjatur ku meshkujt për shkak të punës kryesisht rrin në pozitë të ulur për një kohë të gjatë, domethënë për disa orë brenda ditës. Si ndikon kjo në shëndetin e tyre urologjik dhe seksual? Padyshim që ndikon, ka mënyra e jetesës, mënyra e ushqimit, aktivitetet ditore, të gjitha këto ndikojnë në sëmundjet urologjike, po jo vetëm, normal edhe të sëmundjet tjera.
Personat të cilët nuk bëjnë aktivitete fizike janë të prirur për të patë probleme urologjike, normal edhe seksuale. Personat obes kanë probleme urologjike gjithashtu edhe seksuale. Mënyra e jetesës, mënyra e ushqimit, alkoholi, droga, duhani, pozita e të ndenjurit, sidomos ulur, për shkak se prostata është ngjitur me rektumin edhe normal nuk ka shumë qarkullim gjaku, sa më shumë të ketë qarkullim gjaku është llogaritet një prostatë më e shëndetshme. Personat të cilët ngasin bëjnë ciklizëm, edhe ata kanë pak probleme me prostatën për shkak të shtypjes të vazhdueshme të prostatës. Po normal që ndikon në mënyra jetesës edhe ushqimit e Të gjitha këto gjendje. Tani ciklistët mundet të thonë, po çfarë janë të thonë këto, ne atë ciklizmin po e bëjmë për të pasur aktivitet fizik dhe tani po thonë që po bën dëm. Për fat të keq bën presion te prostata dhe preferohet të bëjnë kontrolle urologjike. Kështu që ciklista ta keni parasysh këtë këshill. Ndërsa sa i përket dietës së tyre ushqimore, çfarë ushqimesh duhet që të mos konsumojnë që të jenë të shëndetshëm në këtë aspekt? Zakonisht nuk preferohen ushqimet yndyrore, nuk preferohen ëmbëlsirat edhe pijet e ëmbla, mish i skuqur, mishet e përpunuara, ushqimet e tilla, normal edhe duhani, droga, alkoholi janë faktor risku për problemet prostatike. Po çfarë të hanë këto njerëz? Të preferuara janë frutat, arat, farat e ndryshme, peshku. Kështu që janë të gjitha këto gjërat e mira dhe të shëndetshme. Aktiviteti fizik nuk diskutohet. Po ne si mund t'i bindim këto njerëz të cilët ndoshta i kanë këto shprehit në thojza temi negative të stilit të jetesës, pra konsumojnë duhan, nuk ushqehen si duhet, nuk kanë aktivitet fizik, si duhet t'i bindim ne këto burra që të unështrojnë kontrolleve mjekësore? Unë mendoj se rrjetet sociale japën mjaftueshëm informacione jo përveç smundjet urologjike, po edhe smundje tjera, aktivitetet pasive, do me thënë, edhe ushqimet jo të shëndetshme, jo se bëjnë dëm në smundjet urologjike, po edhe në smundje tjera. Normal që duhet të folur me ata, t'i bindim që sa më shumë aktivitete fizike dhe një dietë të pasur me fibra, edhe fruta është më e shëndetshëm për ata dhe smundjet tjera urologjike dhe gjitha të tjera. Kështu që besoj se i kemi bindur tashmë. Shpresoj. Një organ të cilin ne përmendëm që në fillim të bisedës tonë dhe që përmendet gjithmonë kur vjen puna tek shëndeti i meshkujve dhe sidomos tek Movember, është dhe prostata. Çfarë është ky organ? Pse është kaq i rëndësishëm dhe pse është kaq delikat në shëndetin e meshkujve? Është interesante se kur vinë pacientët tek urologu edhe ne i themi se prostata është e zmadhume, edhe ata ankohen se doktori ma ka nxjerr prostata. Prostat ka çdo mashkull. Po. Edhe është një organ si gjithë të tjerët. Si gjithë të tjerët, ekziston te çdo mashkull, ka një madhësi pak a shumë sa një gështenj në moshë rinore. Pas moshës 20-25 vjeç fillon edhe rritër. Do me thënë bëhet hiperplazi e prostatës. Vetë shtim i vëllimit të prostatës. Zmadhim. Zmadhim në përmasa, do me thënë. Uretra ose kanali i derdhës, do me thënë, i urinës, kalon nëpërmjet prostatën. Rritja e vëllimit të prostatës bën ngushtim të uretrës dhe normal haset vështirësi gjatë urinimit. Por ka shumë pacient që nuk duan ta pranojnë, do me thënë, këtë lloj sëmundje, po është sëmundje si gjithë të tjerat, nuk është as pak e rrezikshme nëse bëhen kontrolle rutinore, kontrollet janë shumë të thjeshta, një analizë, një ultrason, me raste të ralla edhe një tushe rektale ose palpimi prostatës, na jep informacione shumë të mëdha. Do me thënë, disa kontrollet voglet mund të shmangin shumë komplikime në të ardhmen. Këto do me thënë janë kontrole si gjithë të tjerat, janë kontrole rutinë, asgjë invazive, asgjë për të pasur frikë. Jo. Janë ndoshta më të thjeshta se ca smundje tjera. A janë të trajtueshme sëmundjet të cilat lidhen me prostatën?
janë të trajtueshme, do me thënë personat të cilët e kanë vështirësi në urinim, kur vinë tek na, do me thënë të urologu, me një lloj tableto apo kapsule, ato e eliminojnë 80% të shqetësimit ose vështirësisë në urinim. Ndjehen shumë më rehat, edhe bëjnë një gjumë shumë më të rehatshëm, do me thënë nuk zgjohen natën 3, 4 apo 5 herë, po zgjohen një herë ose as pak. Ne gjithmonë ne kemi të dëgjuar këtë se nëse një burr zgjohet shpesh natën për shkak të nikturisë, gjithmonë është ajo ideja se me siguri ka probleme me prostatën, kështu që nuk qenë ka i gabuar ky si mendim në shoqëri. Ne e kemi këtë idenë gjithmonë, siç e përmendëm që në fillim, se këto janë sëmundje të cilat shfaqen ose manifestojnë më tepër pas të 40-ave, 45 vjeç. Po më herët, a mund të ndodhin problemet me prostatën? Le të themi gjatë moshës adoleshencës ose tek të 30-at? Janë raste shumë të ralla, ose mund të themi se fare nuk ka, mund të ketë shqetësime ose simptoma tjera. Zakonisht janë sëmundje infektive dhe ato i lidhin, do me thënë, me prostatën, kanë vështirësim në urinim për shkak të një infeksioni urinar ose ndonjë cistit infeksioni të fshikzës, po me një lloj antibiotiku në bazë antibiogramës edhe ato e kalojnë këto vështirësi të urinimit. Mund të kenë infeksion të prostatës, jo zmadhim të prostatës. Do me thënë prostatit, me antibiotik eliminohet dhe shmanget simptomat. A mundet një infeksion urinar i patrajtuar të çojë deri tek një gjendje më e rëndë patologjike të prostatës? Një infeksion urinar mund të japë edhe infeksion të prostatës, po infeksionet e prostatës zakonisht nuk është çdo pacient patjetër të vite tek urologu nëse ka infeksion të prostatës për shkak të simptomave që i ka pacienti, janë të padurueshme. Do me thënë ka shumë dhimbje, ka djegje gjatë urinimit, urinim të shpesht, janë të padurueshme dhe normal që vizitohen tek ne. Kështu që i detyron kjo si gjendje sëmundja i detyron që ata ta bëjnë këtë kontroll. Cila është ajo mosha më e hershme kur duhet që të bëhet kontrolli i prostatës tek meshkujt? Mosha nuk është fikse, po preferohet pas moshës 40 vjeçare. Normal duhet të kenë parasysh edhe sëmundjet familjare, do me thonë pacientët të cilët e kanë një në familje me probleme të prostatës ose karcinom të prostatës, mirë është të bëjnë pas moshës 40 vjeçare një kontroll urologjik. Sidomos një analizë dhe ultrason të prostatës. Besoj se jam të mjaftueshme. A ka ndonjë simptom specifike që lidhet pikërisht me gjendjet patologjike të prostatës, të cilat nuk duhet neglizhuar, dhe që gjithmonë duhet edhe ata të cilët ndoshta e kanë në këtë moment asocioj se ndoshta kam ndonjë problem me prostatën meqense e kam këtë simptom, ose janë simptoma të ngjashme me të gjendjeve të tjera patologjike në shëndetin e meshkujve? Njëherë nuk duhet të trembën edhe sikur të kenë simptoma që lidhen me prostatën. Kjo është shumë e rëndësishme për të përmendur se gjithmonë është ajo frika. Nuk duhet të kenë as pak frikë se janë të gjitha sëmundjet e prostatës janë të shërueshme, pa marrë parasysh, do me thënë, mënyrën e trajtimit. Simptomat e para janë vështirësi në urinim dhe urinim natën. Pacientët zakonisht ankohen, unë kam dalë as pak ose një herë natën për të urinuar, pastaj tash dalë 2 herë ose më shumë. Mund të jetë shkak ndonjë infeksion, po mund të jetë edhe hiperplazi e prostatës. Pacientët zakonisht janë mosha më madhore, por ndodh edhe tek moshat e reja. Prandaj preferohet pas moshës 40 vjeçare bëhen kontrollet urologjike. Tani, ne kemi të dëgjuar këtë kancerin e prostatës, po jo shumë hiperplazinë e prostatës. Cilat janë dallimet mes këtyre të dyjave? A duhet për ndonjërin të kenë më shumë në thojza frikë, a është gjendje më serioze, ose janë të dyja të trajtueshme, të dyja gjendje normale, le ti quajmë kështu, pa ndonjë rrezikshmëri të lartë? Normale nuk është asnjëra as tjetra, pasi japin simptoma. Jo letale ose të parezikshme. Të dyja janë të trajtueshme, normal nëse fillohet trajtimi me kohë. Prandaj preferohet prej moshës 40 vjeçare të bëhen kontrollet urologjike, se dallimi mes karcinomit dhe hiperplazisë të prostatës
është se karcinomi, vetë fakti kur përmendet fjala karcinom, është smundje malinje. Dhe prej kësaj lloj smundje, nëse nuk trajtohet me kohë, normal ka komplikime më të mëdha deri në fatalitet. Nëse hiperplazia e prostatës, rritja e prostatës përveç vështirësimeve mund të sjellë deri në retension, do me thënë pa mundësi për të urinoar. Me një kateterizim, pacienti mbaron punë, pastaj fillon trajtimin. Ndërsa karcinomi prostatës në fazat të avancuara mund të jetë edhe i paoperueshëm. Atëherë trajtohet, do me thënë, vetëm në onkologji. Pas një diagnostifikimi të saktë, do me thënë, nga ona e urologut, në bazë analizave, magnetit ose edhe biopsisë të prostatës, nëse del i avancuar, atëherë bëhet mjekimi vetëm onkologjik. Pas sa kohësh të shqetësimeve të para mund të vi puna deri tek ky trajtimi onkologjik i kancerit të prostatës? Pra që të mos mundet të trajtohet vetëm tek urologu, por që të duhet të drejtohet edhe në repartin tjetër. Shpesh ndodh që diagnostifikimi i kancerit prostatës bëhet edhe me ndonjë simptom shumë të vogël. Nuk ka karcinoma e prostatës diagnostikohet nëpërmjet tumor markereve të prostatës, PSA-s, PSA-s të lirë, magnet rezonancës dhe në fund edhe biopsia e prostatës. Na japin informacion të saktë, do me thënë, ka karcinom të prostatës apo është hiperplazia e prostatës, që shpresoj më shumë. Ndodh që tumor markeret e prostatës të jenë të larta edhe në infeksione të prostatës ose infeksione kronike të prostatës. Rrinë vazhdimisht të larta, edhe atëherë jemi më të qetë se nuk kemi të bëjmë me karcinom prostatës. Ka një matje Gleason score pas biopsisë së prostatës, e cila na tregon a është prostata, do me thonë, për të operuar apo për të trajtuar në onkologji. Do me thonë, bëjmë testet e një pas njëshme. A janë tumor markeret apo dhe biopsia apo dhe magneti të rekomanduara nga ju që në momentin e parë që vjen dikush me simptoma për të cilat ju dyshoni që mund të jetë? Është e bërë tek të gjithë pacientët ose vetëm tek ata të cilët ju dyshoni se mund të ketë nevojë? Pacientët të cilët kanë simptoma urologjike për shkak të prostatës, të gjithëve u bëhen tumor markeret. Për të eliminuar dyshimin mos jetë karcinomi i prostatës. Kur fitojmë analizat e tumor markereve, zakonisht dalin të qetë, atëherë jemi më rahat për trajtimin e problemeve ose simptomave të pacientit. Normal, diagnostikimet e tjera, do me thënë, rezonanca magnetike dhe prostata bëhen nëse tumor markeret janë lartë. Normal njëherë trajtohen me antibiotik, nëse përsëri rrinë në nivel të lartë, atëherë bëhet, do me thënë, magneti ose biopsia e prostatës. Dhe na jep informacion të saktë për të bërë dallimi mes hiperplazisë dhe karcinomit prostatës. Më vjen mirë që e sqaruat kështu hap pas hapi, sepse gjithmonë kur dëgjojmë fjalën kancer, karcinom, gjithmonë na asocion në diçka që do filloj kimioterapi me njëherë, pas një jave. Gjithmonë e kemi këtë idenë dhe këtë frikën se është diçka që do ndodh vrullshëm. Kur në fakt është diçka që ndodh etap pas etape dhe trajtohet etap pas etape, ashtu siç është diagnostifikimi i tillë apo jo. Karcinomet e prostatës për fat të mirë nuk përfundojnë personat keq. Do me thënë, rrallë ndodhen që të ketë fatalitet për shkak kësaj smundje. Trajtohen mirë edhe nëse diagnostifikohet me karcinom të prostatës. Nga ana urologjike ose onkologjike, mjafton të ulim nivelin e PSA-s dhe do me thënë, ullet niveli i PSA-s dhe nuk avancohet karcinomi i prostatës ose shpërndarja në organet tjera. Mbahet në kontroll, do me thënë, shumë pacient me karcinom të prostatës mund të kenë një fatalitet prej ndonjë smundje tjetër e jo prej karcinomit prostatës. Një aspekt tjetër të cilin e trajton dhe ka për qëllim Movember është dhe tek shëndeti i burrave është dhe kanceri i testikujve apo dhe shëndeti i tyre seksual. Do doja që ta filloja që nga gjeneza, sa i përket fertilitetit mashkullor. Sa ndikon mënyra jetesës, dieta, ushqimi, ajo aspekti në qoftë se rrin ulur gjatë kohës ose s'ka lidhje në këtë aspekt. Cilat janë, si është raporti në këtë aspekt, në këtë rast? Për fat të keq,
Të rinj tash ankohen më shumë për fertilitet dhe aktivitetet seksuale normal që ndikojnë aktivitetet fizike, obeziteti, ushqimet jo të shëndetshme, pirja e duhanit ose drograve të ndryshme, alkoholit, ndikojnë normal negativisht tek të dy lloj sëmundjet, edhe te fertiliteti, edhe tek dëshira seksuale. Na vijnë shpesh pacient, domethënë që kanë një spermatogjenezë të dobët ose mungesë të dëshirës seksuale, edhe pse janë mosha të reja. Ndikon shumë stresi te këta pacientë, ndikon shumë stresi dhe mënyra e jetesës. Dihet se rinia sot, domethënë, e kanë jeta është më dinamike, pa ata stresin e kanë më të lartë për qëllime të ndryshme. Ndonjëherë për qëllime të cilat ndoshta nuk duhet që të stresohen. Për fat të keq, tash duan të arrijnë ca gjëra që para kohë dhe ato streset ndikojnë edhe të këta smundjet urologjike dhe smundjet tjera, nuk diskutohet. Po, disfunksioni erektil, sa shpesh mund të jetë shenjë e një sëmundjeje që mund të lidhet me shëndetin seksual? Nuk është shumë e lartë disfunksioni erektil tek moshat e reja, sidomos, po normal që preferohet të bëhet një kontroll njëherë tek urologu të shmanget ndonjë sëmundje të cila është pasojë e disfunksionit erektil. Bëhet një analizë tek urologu, një eho e testiseve, edhe normal analizat hormonale, sidomos të testosteronit, shifet a është niveli i duhur. Nëse nuk është problemi, domethënë, tek analizat edhe tek kontrollet e testikujve, atëherë preferohet një konsultë me psikologun ose urologun nëse gjithçka është në rregull me shëndetin e pacientit. Këtu do dalim dhe tek kanceri i testikujve, një sëmundje e cila po ashtu është e shpesht, e trajtueshme po ashtu, dhe mund të na tregoni pak më tepër se cilat janë simptomat, shenjat e para, dhe sa i njohin realisht meshkujt këto simptoma që ta mendojnë se nëse kanë këtë simptom mund të kenë rrezikshmëri ose të kenë ndoshta edhe kancer të testikujve. Mendoj se kanceri i testikujve duhet të merret më seriozisht krahasuar me kancerin e prostatës. Sepse kanceri i testikujve shfaqet në moshat më të reja. Mosha mesatare është 33 vjet. Domethënë shumë e re. Mosha mesatare. Ka adoleshent që shfaqen domethënë në klinikën tonë të ri me karcinom të testiseve, por nëse edhe ai diagnostifikohet me kohë, është sëmundje e shërueshme 90 deri 100%. Pas largimit të kancerit, faktikisht largohet i gjithë testisi i cili e posedon kancerin. Edhe pacientët kanë një jetë normale, mund të krijojnë familje në të ardhmen nëse është pacienti i ri, se kanë testisin tjetër i cili prodhon spermatogjenezë, po. Prandaj preferohet nëse secili i ri gjatë zakonisht këto i diagnostifikohen vetë pacienti kur bën dush gjatë larjes, i prekën testiset, shef ndonjë informacion që nuk e ka pa më përpara, edhe ati alarmohet, ndonjëherë pret mos i largohet, ai fillon rritet më shumë, edhe atëherë vijnë tek na për ta parë se çfarë është problemi. Zakonisht diagnostifikohet me anë të disa tumor markereve, edhe një ultrason i testisive na jep informacione të sakta, është karcinom apo jo. Pra ndryshe nga kanceri i prostatës, kanceri i testikujve mund të prekë dhe moshat më të reja. Cila është ajo mosha të cilën ju mendoni se duhet çdo mashkull të vinë në një urolog dhe ta bëjë një kontroll, pra ta ketë si një kontroll rutinë të tillë, se mos ndoshta mund të jetë i prekur nga kanceri i testikujve? Zakonisht nëse prekën ndonjë informacion tek testisu, mirë është të paraqitet te mjeku. Çdo lloj
formacioni të testiset është tumor. Shpesh ndodhen të ketë edhe cista të epididimitit i cili është ngjitur me testisin, prandaj nuk duhet jetë shumë alarmante edhe nëse prekin ndonjë formacion. Mirë po, anamneza familjare, do me thënë nëse ka pasur ndonjë familje, vlla, prind apo familje të afërt, mirë është të bëjnë kontrole të testiseve në moshë më të re, që në moshën e adoleshencës. Kjo lidhet shumë edhe me jetën seksuale, si që thamë, por edhe me krijimin e familjes, pra ndryshen ka kanceri i prostatës dhe në këtë rast. Sa mendoni se duhet që kjo gjendje të flitet edhe me partnerët, sepse ka shpesh raste kur këto tema janë ende tabu në shoqërinë tonë dhe nuk fliten shumë mes partnerëve në qoftë se ka ndonjë shqetësim të tillë. Si mendoni ju? Mirë është të flitet nëse ka shqetësime të tilla. Nuk do me thënë se çdo shqetësim është si pasojë e ndonjë sëmundje. Më të shpeshta tek të rinjt këto simptomat e mosdëshirës seksuale vinë nga stresi. Ne shpesh i dërgojmë pacientët në një psikolog ose në psihiatër dhe terapia atyre u asjell dëshirën, por mirë është që në fillim të bëhen ekzaminimet urologjike, se mund të jetë një nivel i ulët i testosteronit dhe pacientët nuk ka dëshirë për marrëdhënie, domethënë mes partnerëve. Dhe këtu dalim tek shëndeti mendor i burrave, një temë e cila po ashtu trajtohet nga Movember. A mendoni se jemi aty ku duhet sa i përket ndërgjegjësimit të shëndetit mendor të burrave? A flasin burrat mjaftueshëm për shëndetin e tyre mendor? Mjaftueshëm jo, po mos mund të themi edhe as pak. Jo vetëm kur ka ndonjë shqetësim fizik, po edhe stresi, puna, shqetësimet e përditshme. Prandaj e kanë emrin burra dhe nuk duhen ta humbin këtë titull, edhe janë më të ngurët në këtë aspekt. Do me thënë, nuk duhet të jenë, normal që s'duhet të jenë. Se një konsult ose një terapi mund t'i sjellin nivelin ku duhet ata. Edhe prandaj vinë zakonisht në urologji vinë pacientët me ankesat tjera dhe në fund na tregojnë se problemi është diku tjetër. Po është vetëdijsu, është ngrit çik niveli i vetëdijsimit tek meshkujt edhe do me thënë, na tregojnë edhe këtë problem që kanë lidhje me partnerë. Po arrim drejt fundit të intervistës, më thoni pak cila do ishte këshilla juaj për të gjithë meshkujt të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, cilat janë ato kontrolle që duhet i bëjnë, çfarë frikash nuk duhet që të kenë dhe disa këshilla që t'i kenë parasysh jo vetëm gjatë Movemberit, jo vetëm gjatë nëntorit, por gjatë gjithë kohës. Frikë nuk duhet të kenë, prandaj janë burra ata. Le ta praktikojnë këtu pra atë titullin, siç e quajtë ju. Normal që duhet të bëjnë kontrolla, thash, sidomos nëse kanë anamnezë familjare. Ose të prostatës, ose të kancerit të prostatës, ose edhe të kancerit të testikujve. Nëse kanë anamnezë familjare, mirë është të bënë në moshën më të re. Po pas moshës 40 vjeçare, nuk u kushton asgjë do me thënë, për një dit i krejnë të gjitha ekzaminimet urologjike të nevojshme për të marrë një informacion kanë apo nuk kanë probleme urologjike, sidomos të prostatës. Mendoj se nuk është e turp të kontrollohesh tek urologu, si që shkojnë gratë tek ginekologu, edhe burrat duhet të vinë tek urologu për sëmundjet e prostatës dhe të testiseve. Dhe për shëndetin e tyre mendor. Do doja që të kalonim në një rubrikë të cilën ne e quajmë pyet mjekun, kë kemi marrë disa pyetje nga publiku dhe disa pyetje të cilat i kemi përzgjedhur drejtuar ndaj jush janë: kam kaluar një periudhë të vështirë në ankth dhe stres dhe mendoj se po më ndikon në shëndetin seksual, a duhet të kontrollohem në urolog? Mirë është të kontrollohet në urolog. Njëherë duhet patjetër ana urologjike t'i shmang, do me thënë, pasojat e ankthit ose mos funksionimit mes partnereve ose aktit. Nëse kontrolli urologjik del në rregull, atëherë preferohet që një konsult me psikologun ose me psihiatrin. Një pyetje tjetër thotë: kam humbur një mik nga kanceri i prostatës sepse e zbuloi shumë vonë. Si mund t'i bindin burrat të bëjnë kontrolle në kohë? Prandaj folëm deri tash, mirë është
që kontrolet të bëhen në moshë më të re, pas moshës së 40 vjeç, dhe sa më shpejt të diagnostifikohet, normal komplikimet janë shumë më të vogla edhe shërimi është më i shpejt. Besoj se kanë rol edhe partnerët në këtë aspekt. A mendoni se duhet dhe partnerët pak të shtyjnë partnerët e tyre që të bëjnë këto kontrole tek mjeku? Nëse ndëgjojnë, me ishte. Duhet të dëgjojnë sepse është fundja për shëndetin dhe mirëqëndjen e tyre. E kam vënë re që edhe unë shmang mjekun, edhe kur kam shqetësime, pse ndjej këtë lloj turpi apo frike? Zakonisht thashë meshkujt nuk duan ta humbin atë burrërinë kur ikën tek urologu. Ne bëjmë kontrole rutine si gjithë specialistët tjerë të specializimeve të ndryshme. Do me thënë, është kontrol shumë normale dhe nuk duhet të kenë asnjë farlloj frike apo droa për të ardhur tek urologu për ta bërë një kontroll. Është kontroll shumë i thjeshtë. Një analizë gjaku, një ultrason dhe marrim një informacion të mjaftueshëm për shëndetin e pacientit. Pyetja tjetër, kam pasur para një viti simptoma që lidhen me probleme me prostatën, por s'kam shkuar në mjek. A është vonë të shkoj tani? Asnjëherë nuk është vonë të bësh kontrole për prostatë. Mirë është të bëhen më herët. Po edhe pas një viti nëse vim, vonë nuk është. Bëjmë procedurat e nevojshme edhe marrim informacion ka qenë një problem momental apo është vetëm më problem kronik, normal që trajtohet. Kam një djalë të ri, adoleshent, dhe dua ta mësoj të kujdeset për shëndetin e tij që tani. Si mund t'ja shpjegoj pa e trembur? Pa e trembur, se gjithmonë është kjo ideja që mjeku, nëse shkon në mjek, ka diçka që nuk shkon. Mirë është të binden të rejtë se kontrolet tek mjeku nuk do me thënë se bëhen vetëm nëse kanë ndonjë smundje apo pasojë. Për ndjekur do me thënë shëndetin tënd bëhen ato kontrolet. Mirë është të bindet, të vinë zakonisht të rejtë për sëmundjet urologjike të testiseve, nëse është flitet për një moshë shumë të re. Zakonisht të bëhet një kontroll urologjik i testiseve, një kontroll, një spermogram, ose se normal ata planifikojnë, do me thënë, martesën edhe krijimin e familjes, nuk është asnjë farë kontrolle për të pasur panik. Mirë është të vinë që të kontrollohen tek, sidomos nëse kanë simptoma. Dhe besoj se kur jemi tek adoleshentët vlen edhe ato këshilla të cilat i përmendëm dhe më herët, pra larg duhanit, larg lëndëve narkotike, larg alkoolit. Nuk diskutohet, s'preferohen nga askush. Dhe jo vetëm nga moshat e reja. Doktor, ne ju falenderojmë shumë për të gjitha këto detaje, informacionet të cilat na dhat gjatë muajit nëntor, gjatë kësaj interviste të cilat janë jo më kohë të kemi përzgjedhur pra dhe këtë ditë për ta diskutuar këtë temë, dhe pse për shëndetin e meshkujve në përgjithësi duhet që të flitet çdo ditë dhe jo vetëm për gjatë një muaji. Ju falenderoj shumë që ndat kohë nga koha juaj edhe ju dëshiroj shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit edhe ju për ftesën. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Dhe me kaq, miq të dashur, përmbyllim dhe këtë episod të emisionit Pasqyra e Shëndetit. Bashkë të shihemi sërish të dielën e ardhshme dhe deri atëherë, si gjithmonë, shëndetin mbi të gjitha.